Kryetari i PD-s Sali Berisha ka dalë në një konferencë për media, ku është shprehur se ditët e fundit kanë provuar se vendi ndodhet totalisht në duart e krimit. Berisha komentoi dhe arrestimin e të shumë kërkuarit Ylli Zalla, ku tha se ministri i Brendshëm Besfort Lamallari mashtron qytetarët, sepse sipas tij, Zalla u vetë dorëzua. Ylli Zalla i vendosin Tritol në banesë dhe bën konferencë shtypi para shtëpisë së rënuar nga Tritoli. Akuzon policin si autore e mundshme e Tritolit. Lamallari mashtron qytetarët, thot se e arrestuam, ndërkohë Zalla u dorëzua vetë, se si mund të ketë dorëzim tjetër se sa të dalë në konferencë shtypi, vetëm menja boshe e Lamallarit mund ta cilësoj arrestim. Ai u dorëzua. Sipas kreut të Partisë Demokratike, në kampin qeveritar ka pllakosur paniku dhe frika për shkak të krijimit të një komisioni të drejtuar nga Tauland Balla, i cili po monitoron statuset e zyrtarëve në mediat sociale. Berisha deklaroi se kjo strukturë kontrollon se kush nuk ka mbajtur qëndrime kundër protestave. Duke e cilësuar si viktimën e parë të këtij procesi, ai paralajmëroi zëvendësimin e Niko Peleshit nga Balla për shkak të mungesës së reagimeve ndaj protestuesve. Panik, tmerr, frikë në kampin e qeverisë. Krijohet Komisioni Balla. Komisioni Balla është komisioni që po kontrollon statuset në mediat sociale të nomenklaturës, për të identifikuar ata të cilët nuk kanë bërë statuse kundër lëvizjes rinore qytetare dhe flamingove, pra. Viktime e parë e Komisionit Balla do të jetë Niko Peleshi, i cili, sipas Ballës, është treguar sylesh ndaj lëvizjes rinore qytetare dhe nuk ka statuse në mediat e tij kundër tyre. Pritet zëvendësimi i shpejt i Peleshit me Ballën. Laja thaj, Balla i ka mbet atij. Me kryetarin e komisionit të vëzhgimit të mjetëve digjitale të rrjeteve sociale të nomenklaturës socialiste. A do ketë viktima tjera? Do ketë, po ato janë pa emër, pa pasojë. Ndaj dhe nuk ja vlen fare ti përmendish. Ndër të tjera foli edhe për zjarret, ku tha se trajtimi i zjarfiksve që po luftojnë me zjarret është cinik, ndërkohë që kryeministri Edi Rama dhe ministrat janë në pushime. Asnjë që ndar nga premtimet dhe që e meritojnë të shtesave për vështirësitë e mëdha përballë zjarrit, atyre gjerësot nuk është dhënë.